A e sundon njeriu veten, apo dëshirat e tij e sundojnë atë? Ka pyetje që nuk plaken kurrë. Ka pyetje që njeriu i bën vetes në heshtje, kur mbetet vetëm me mendimet e tij. Dhe njëra nga këto pyetje është kjo: a e sundon njeriu veten, apo dëshirat e tij e sundojnë atë? Në pamje të parë, duket sikur përgjigjja është e thjeshtë. Ne themi, unë vendos për veten time. Ne besojmë se jemi të lirë, se zgjedhim vetë, se jemi zot të mendjes, të trupit dhe të jetës sonë. Por sapo e shikojmë më thellë jetën e përditshme, kuptojmë se gjërat nuk janë aq të thjeshta. Sepse njeriu shumë herë e di çfarë është e drejtë, por bën të kundërtën. E di se duhet të hesht, por shpërthen. E di se duhet të ndalet, por vazhdon. E di se duhet të falë, por mban mlef. E di se duhet të punoj, por dorëzohet para rehatisë. E di se nuk duhet të lëndoj veten, por përsëri ndjek rrugë që e rënojnë. Dhe atëherë lin pyetja e vërtetë. Nëse njeriu e di të mirën, por nuk e bën, kush po e drejton atë? Vetaj apo dëshirat, impulset, tundimet dhe dobësitë e tij? Njeriu si fushë betejë, njeriu nuk është një qenie e thjeshtë. Brenda tij nuk jeton vetëm arsyeja. Brenda tij jetojnë njëkohësisht dëshira, frika, ambicia, etja, përkënaqësi, nevoja për dashuri, krenaria, xhelozia, zemrimi, shpresa dhe ndërgjegja. Pra, njeriu është si një fushë beteje e brendshme, nga njëra anë qëndron arsyeja që thot: pret, mendo, mos vepro me nxitim. Nga ana tjetër qëndron dëshira që thot: tani, me njëherë, merre, mos e humb. Arsyeja flet me zë të qetë. Dëshira shpesh bërtet më fort. Arsyeja kërkon durim, dëshira kërkon kënaqësi të menjëhershme. Arsyeja sheh pasojën, dëshira sheh vetëm çastin. Edhe këtu fillon drama e njeriut. Çfarë janë dëshirat? Dëshirat janë pjesë e natyrës sonë. Ato nuk janë domosdoshmërisht të këqija. Pa dëshirë, njeriu nuk do të kishte vullnet për të jetuar, për të krijuar, për të dashur, për të luftuar për ëndrat e tij, për të kërkuar dituri, për të ndërtuar diçka më të mirë. Dëshira për bukë është e natyrshme. Dëshira për dashuri është e natyrshme. Dëshira për siguri është e natyrshme. Dëshira për sukses, për vlerësim, për afërsi njerëzore, për kuptim dhe për lumturi është po ashtu pjesë e jetës. Pra, problemi nuk është se njeriu ka dëshira. Problemi fillon kur dëshira nuk mbetet më një forcë që njeriu e drejton, por bëhet një forcë që e drejton njeriun. Dëshira, kur mbetet në vendin e saj, mund të jetë motor i jetës. Por kur del mbi arsyeën dhe ndërgjegjen, ajo mund të bëhet zinxhir. Kur njeriu sundon veten,
Njeriu sundon veten atëherë kur ai nuk I bindet verbalisht çdo ndjenje që I lin brenda. Ai sundon veten kur di të ndalet, kur di të pres, kur di të thot jo, edhe atëherë kur tundimi është I fortë. Kur di të sakrifikoj një kënaqësi të vogël të qastit për një të mirë më të madhe të së ardhmes. Sundimi I vetës nuk do të thotë mungesë dëshirash. Nuk do të thotë të bëhesh I gur, I ftoftë dhe pa ndjenja. Nuk do të thotë të mos kesh oreks, epsh, zemrim apo ambicie. Jo, sundimi I vetës do të thotë që të gjitha këto të jenë brenda teje, por të mos të marrin peng. Një njeri që sundon veten mund të zemrohet, por nuk bëhet sklav I zemrimit. Mund të jetë I lënduar, por nuk e kthen plagën në helmin e karakterit të tij. Mund të tundohet, por nuk dorëzohet menjëherë. Mund të ketë dëshirë për pushtet apo sukses, por nuk shkel mbi çdo vlerë për të arritur. Ai nuk është pastuhi, por nuk fundoset prej tyre. Kur dëshirat e sundojnë njeriun, atëherë kur ai nuk arrin më të dalloj ndryshimin mes asaj që do dhe asaj që I bën mirë. Kur kënaqësia e qastit bëhet më e rëndësishme se qetësia e ndërgjegjes, kur impulsi bëhet ligj, kur tundimi bëhet komand, kur egoja bëhet mbret. Ka shumë njerëz që thonë, unë bëj çfarë dua. Por kjo fjali nuk është gjithmonë shenjë lirie. Ndonjëherë është shenjë robërie. Sepse pyetja e vërtetë nuk është apo bën çfarë do. Pyetja është a ke zgjedhur ti atë që do, apo të ka zgjedhur ajo dëshirë ty. Nëse një njeri nuk mund të ndalet kur duhet të ndalet, nëse nuk mund të hesht kur duhet të hesht, nëse nuk mund të fal kur e di se urrejtja po e helmon, nëse nuk mund të lerë një zakon që po e shkatron, atëherë ai nuk është sundues I vetës. Ai është I sunduar, liria e rreme shpesh në kohën tonë paraqitet një ide shumë joshse, se liria është të bësh gjithçka që ndjen. Se liria është të mos kesh kufi. Se liria është të ndjekësh çdo impuls pa e pyetur ndërgjegjen. Por kjo është një liri e rreme. Në të vërtetë, ai që I bindet çdo dëshire nuk është I lirë. Ai është thjesht I dorëzuar. Nëse ti ha sa herë që ke oreks, flet sa herë që ke nerva, hakmerësh sa herë që lëndohesh, blen sa herë që ndihesh bosh, ikën sa herë që vjen vështirësia, atëherë ti nuk po komandon veten. Ti po komandohesh nga forca që vijnë e ikin brenda teje. Liria e vërtetë nuk është të bësh gjithmonë atë që të pëlqen. Liria e vërtetë është të mos jesh rob I asaj që të pëlqen. Ky është një ndryshim I vogël në fjalë,
por shumë i madh në jetë. Njeriu dhe zakoni shpesh nuk janë vetëm dëshirat e forta që sundojnë njeriun. Janë edhe zakonet, sepse dëshira e përsëritur bëhet zakon, dhe zakoni me kohë bëhet karakter. Një gënjeshtër e vogël e sotme mund të bëhet mashtrim i përhershëm nesër. Një dobësi e vogël e toleruar sot mund të bëhet skllavëri nesër. Një rehati e vogël e tepërt sot mund të bëhet pa aftësi për sakrificë më vonë. Njeriu nuk rrëzohet gjithmonë nga gjërat e mëdha. Shpesh rrëzohet nga përsëritja e gjërave të vogla që i ka nënvlerësuar. Prandaj, sundimi i vetës nuk bëhet me një vendim të vetëm. Ai ndërtohet ditë pas dite, me zgjedhje të vogla, me fitore të heshtura ndaj vetës, me kufi të vendosur pa zhurmë, me disiplinë që askush nuk e sheh, por që e mban njeriun në këmbë. A duhet t'i luftojmë të gjitha dëshirat? Jo, kjo do të ishte e gabuar. Njeriu nuk është i thirrur të zhduk natyrën e tij, por ta edukoj atë. Ka dëshira që e poshtrojnë njeriun, por ka edhe dëshira që e lartësojnë. Dëshira për dituri, dëshira për drejtësi, dëshira për dashuri të pastër, dëshira për ndershmëri, dëshira për të ndihmuar, dëshira për të lënë diçka të mirë pas vetës. Pra, njeriu nuk bëhet më i mirë duke i vrarë të gjitha dëshirat. Ai bëhet më i mirë duke mësuar cila dëshira duhet të ushqej dhe cila duhet t'i frenoj. Ky është një art i vështirë, sepse jo çdo gjë që të jep kënaqësi është e mirë për ty. Dhe jo çdo gjë që të vështirëson është e keqe. Disa gjëra të ëmbla na helmojnë, disa gjëra të hidhura na shërojnë. Forca e karakterit në fund. Pyetja nuk është vetëm filozofike, është thellësisht praktike, sepse nga kjo pyetje varet jeta e njeriut. Një njeri që nuk sundon veten mund të humbasë gjithçka, edhe kur ka talent, mençuri dhe mundësi. Mund të ketë pasuri, por jo paqe. Mund të ketë famë, por jo qetësi. Mund të ketë pushtet, por jo dinitet. Mund të ketë kënaqësi, por jo lumturi. Shumë njerëz nuk janë shkatruar nga armiku i jashtëm. Janë shkatruar nga mungesa e sundimit të vetës. Nga krenaria, nga epshi, nga lakmia, nga inati, nga paaftësia për të pranuar kufi. Dhe shpesh tragjedia më e madhe është kjo. Njeriu mund të duket i fortë para botës, por të jetë i dobët para vetës. Fitoria më e madhe e njeriut nuk është gjithmonë mbi të tjerët. Është mbi veten. Të sundosh një turmë mund të jetë pushtet. Të sundosh një shtet mund të jetë madhështi e jashtme. Por të sundosh veten, të kontrollosh gjuhën kur je i zemruar,
Të kontrollosh oreksin kur je i tundur, të kontrollosh krenarin kur je i lënduar, të kontrollosh frikën kur je përballë vështirësisë, kjo është madhështi e brendshme. Dhe kjo madhështi nuk shihet gjithmonë. Nuk duartrokitet, nuk bën zhurmë, por ajo është themeli i njeriu të vërtet. Përfundimi. Pra, a e sundon njeriu veten apo dëshirat e tij e sundojnë atë? Përgjigja është kjo. Njeriu e sundon veten vetëm atëherë kur mëson të mos u bindet verbërisht dëshirave të tij. Në të kundërt, dëshirat e sundojnë atë. Njeriu i pavetëdijshëm jeton duke ndjekur çdo impuls. Njeriu i zakonshëm lufton shpesh me veten, ndërsa njeriu i pjekur i njeh dëshirat e tij, i vendos në vendin e tyre dhe nuk u adërzon timunin e jetës. Sepse dëshirat janë si zjarr. Kur i kontrollon, të ngrohin dhe të japin energji. Kur të dalin nga kontrolli, të djegin. Dhe ndoshta urtësia më e madhe e jetës është kjo. Jo të mos kesh dëshira, por të mos humbasësh veten brenda tyre. Ai që nuk sundon veten, herët avon sundohet nga ajo që e josh më shumë. Prandaj, betejë më e rëndësishme e njeriut nuk zhvillohet gjithmonë jashtë tij. Ajo zhvillohet brenda tij në çdo heshtje, në çdo ditë. Dhe prej asaj betejë varet se çfarë do të bëhet ai si njeri.